Gjykata e Apelit të Posaçëm ka lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë duke lënë në burg Altin Morinën, i dyshuar për pjesëmarrje në kultivim droge në kuadër të grupit kriminal. Prokurori Alfred Shehu relatoi para gjykatës 26 faqe përgjime që sipas SPAK janë marrë nga aplikacioni Sky. Mëtej prokurori tha se Altin Morina dhe Durim Bami kanë bashkëpunuar edhe me një person të quajtur prej tyre si drejtori që ende vijon të jetë i pa identifikuar. Këto akuza kanë hasur kundërshtim nga mbrojtja e Morinës, duke pretenduar se ish efektivi Reneas nuk ka lidhje me grupin kriminal. Altin Morina prej kohësh ishte në kërkim nga SPAK, pasi nga momenti i lëshimit të urdhrave të ndalimit, ai nuk u gjet në banesë. Kanë qenë oficerët e komisariatit nr. 2 që e pikasën ish efektivin duke i vendosur prangat më 4 prill të këtij viti. Për këtë dosje, Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar hetimet duke dërguar para drejtësisë anëtarët e 7 grupeve kriminale. Këto persona vepronin në disa qytete si Lezhë, Durrësi, Kruja, Tirana, Vlora dhe Burreli. Në total, u lëshuan 50 urdhër arreste dhe pothuajse gjysma e tyre u ekzekutuan brenda dhe jashtë vendit, ndërsa disa të tjerë ishin të arrestuar për akuza të tjera.